Nëse ka mos lidhet pak tash dëgjoj. Organizata humanitare El Hilal sot në Kumanov ndau ndihmat financiare si donacioni i komunës së Çajirit të Shkupit. Këshilli komunal i Çajirit ditë më parë kishte sjellur vendim për ndarjen e 1 milion denarëve për popullatën e prekur të lagjes së Trimave, të cilat sot i u ndan 48 familjeve nga 20.000 denar përmes organizatës humanitare El Hilal. Në emër të gjithë lagjes Trimave, ju falenderoj për kontributin e dhënë, për ndihmat dhe gjithë mundin që e keni dhënë, jo vetëm kësaj here, por përfshi gjitha luftrat, gëzimet, hidhërimet që i ndani me neve. Ju falenderojmë edhe një herë, Zoti ju shpërblet me gjitha të mira që vina i pas. Amin. Zoti ju razë qoftë. Sot organizata humanitare El Hilal sërish është në Kumanov, janë ndihmat e radhës, kësaj radhe duke u nisur nga fakti se të dëmtuarit, të pësuarit në lagjen e Trimave kanë më tepër nevojë për ndihmë financiare. Sot organizata humanitare El Hilal që i ndau komuna e Çajirit, përkatësisht me vendim të këshillit të komunës së Çajirit, janë ndarë ndihma për lagjen e Trimave dhe duke u nisur nga bashkëpunimi permanent me komunën e Çajirit në sferën e aktiviteteve humanitare, El Hilali sot dënjësisht këtë emanet Çajirit i solli këtu në Kumanov dhe bëri distribuimin proporcionalisht për 48 familje. Ndihmë në të holla në 20.000 dinar bruto dhe ndihmat janë domethënë derdhur në xhirollogarit e kryefamiljarëve. Në këtë mënyrë ne shpresojmë se edhe në të ardhmen do të punojmë edhe në bashkëpunim me komuna tjera, por gjithashtu edhe me shumë organizata të biznes sektorit dhe organizata nga jashtë. Përndryshe organizata humanitare El Hilal sot domethënë është dërgesa e tretë e ndihmave, siç dihet ne 2 ditë pas ngjarjeve të rënditse në Kumanov intervenuam me ndihma në shtroje dhe në veshmbathje, para disa ditëve në bashkëpunim me një organizatë partnere nga Evropa. U bashkëpërndarje 100 pakove të artikujve ushqimor dhe higienik. Sot janë ndihmat e komunës së Çajirit dhe ditën e shtunë gjithashtu do të organizohet një aktivitet në bashkëpunim me shoqatën e artistëve Ardhrallaku me Selin Gosivar, të shpërndahen ndihmat nga shitja e pikturave të ekspozitave humanitare që janë organizuar në Dibër, në Gosivar, në Shkup dhe këtu në Kumanov. Konform ndihmë të kryesisë qendrore të gjithë volonterët e El Hilalit, siç dihet ne të gjithë jemi volonterë aktivistë në El Hilal, kanë marrë një vendim që në vazhdimsi të ndihmon familjet në lagjen e Trimave dhe afrohet muaji i shenjtë Ramazanit ku solidariteti dhe humaniteti do vinë në shprehje të plotë dhe ne mendojmë se edhe në Ramazan do jemi prezent këtu, por edhe deri në fund të vitit derisa të eliminohen të gjithë problemet dhe krejt çështjet me të cilat ballafaqohen çdo ditë këta njerëz nga kjo lagje. Dhe kështu edhe një herë do të manifestojmë atë solidaritet me kumanovarët në përgjithësi, përkatësisht me banorët e lagjes së Trimave.